Derisa është e vërtetë se rrobat nuk e bën njeriun, të paktën e bën njeriun të duket mirë. Dikur qepja ka qenë e domosdoshme. Çdo shtëpi të paktën ka pas një antar që ka ditë me qep. Gradualisht, këto rrobaqepsi janë shndruar në punëtori. Me përparimin e teknologjisë, qepja ka marrë rolin e vet në shoqëri dhe është shndruar në biznes botëror. Qepja mund të jetë shumë shpërblyese për ata që ja dinë vlerën. Individ kreativ që kanë qef punëdore dhe kanë kurreshtin në modë janë kandidat të qelluar për këtë karrierë. Na jemi këtu që 4 vjetë në fillim, do të thotë kur kom startu me u marrë me këtë profesion, ka qenë 2010, po më dojë fundi 2010-ës. Ideja ka ardhur që fillimisht i kom kry studimet edhe kom pas shumë kërkesa, fillova me pas ma shumë punëse që mu isha me i menaxhu vetë, atëherë vendosa me hap një lokal, ku do të thotë këtu bëhet një shërbim prej do të thotë masave dhe veshjeve të gatshme, po punojmë edhe me masa për raste të caktuara. Nuk është një studio ku ka do të thotë një linjë caktuar të prodhimit, prej këmishave, palltove, setrave, pantollave, fustanave solem, gjithçka që do të thotë e bën makina e qepjes e punojmë. Të e marrë parasysh që ky profesion është një profesion mjaft i vështirë, edhe është shumë delikat, do të thotë duhet me pas pak ma shumë nerva për me u marrë. Durimi është një prej tipareve kryesore që duhet me marrë parasysh, të themi çdo punëtor që veç mendon me u kyç në këtë profesion. Do të thotë kryesisht tiparet ma të rëndësishme janë me pas një qetësi, durim edhe ma e rëndësishmja prej gjithave është komunikimi, sepse kemi direkt bojmë me klientat. Klientat kanë kërkesa prej më të ndryshmeve edhe do të thotë vinë me psikologji të ndryshme, edhe kjo është shumë e rëndësishme që ne me i kuptu kërkesat e tyre, disponimin besa qysh e kanë në momentet e caktuara, është mjaft e ndihshme sepse bëhet diçka direkt për trupin e tyre. Edhe kjo luan rol se secili prej klientave që vjen ka që me u duk bukur, me u konë ma i veçantë, prandaj edhe ajo pjesa ma e rëndësishme është që na me u mundu me majtë qetësinë tonë edhe të klientit. Përgjegjësitë e një punëtori të rrobaqepsisë, po themi kështu në përgjithësi, është do të thotë qepja e pastër, preciziteti mbi të gjitha, s'është do të thotë vlerësimi ose vlera e një produkti varet prej cilësisë, sepse ka mjaft rrobaqepsa dhe ka mjaft produkte, do të thotë veshje, por ato kategorizohen me cilësi, kështu që bukuria apo përgjegjësia më e madhe e një rrobaqepsi duhet me qenë preciziteti në qepje. 250 deri në 400, që kjo është një pagë do të thotë mesatare për rrobaqepsi. Mirë po, do të thotë për kjo vlen për studion teme, gjithmonë ka avancime në paga, sepse me punë edhe çdo rrobaqeps edhe avancohet me kohë, kështu që edhe pagat janë të lëvizshme. Kjo lami ka mundësi edhe me marrë, si të themi, rrobaqeps sezonal. Mirë po, do të thotë ata sezonal gjithmonë janë jo prej ma të mirëve. Unë i preferoj mi pas
tankon këto edhe në një farë mënyre mu adaptu me sistemin e punës, sepse nuk është kjo një punë serike që bëhet. Nëse punohet në punë serike, atëherë rroba qepsa do thotë e mësojnë një operacion dhe punojnë vetëm në atë operacion përderisa këto duhet me i ditë gjitha operacionet. Është një prej profesioneve përderisa është lloj zanati, atëherë unë mendoj që kudo në botë, çdo vend, maqina është maqinë, gjithmonë është gjithmonë, edhe është një zanat që në një farë mënyre mundet me funksionu në krejt botën, kështu që qëto janë përderisa shembull po e marrë mjekësinë apo juridikun, nëse je një jurist ose mjek, prej rajonit në rajon ndryshojnë ligjet, ndryshojnë mundësitë e punësimit, përderisa në rroba qepsi kudo në botë mundesh me u kyç si rroba qepse dhe gjithmonë ka nevojë. Këtë profesion që 5 vite. Do të thotë profesion kjo është edhe si një hobi prej fëmijë, mirë po me punu të hamon, kum punu edhe në disa vende të ndryshme, po te flutra punoj që 2 vite. Thjesht muj me thonë prej që kom fillu këto, e kom gjetë vetën te flutra, besoj që kom me vazhdu me këtë profesion. Këtu do të thotë i kemi punë të ndryshme, unë e bëj edhe premjen edhe qepjen, i ndojmë se cili kemi obligimet tona, varësisht kur kemi ma shumë porosi sene, atëherë koordinojmë kush qka ka me kry, mirë po qepje premje të gjitha. Është punë kreative, është punë që e bën me qef, nëse e bën me qef, do të është një punë shumë e mirë, shumë e lezetshme, edhe pëlqen, do të krijon çdo ditë diçka të re. Kjo thjesht është komplet është një punë e vështirë, muj me thonë ashtu, po pjesa më e vështirë është kur ki punë me klienta. Ajo është puna pak më e vështirë, se thjesht aty duhesh jo vetëm ti çka don me bo, po duhet me këshyr dhe kërkesën e klientit, sa po don qysh çka, edhe thjesht ka lloje ndryshme, se dikush don diçka që nuk bën mu realizu, mu bo, po është kërkesa ati, derisa te bënd që anë jo këne, kështu që ato janë pak ma të vështira. Mëngjes, besoj se çdo vend, kafja mëngjesit, ndamjet e obligimeve për secilin, diskutimi çka ka në rend çka kemi me bo gjatë ditës, porosijat këto, mandej masi të kryen këto, vazhdojmë na bojmë edhe gjona të gatshme këto, këshyrim, klasifikojmë çka kemi sot, çka është ma primare, mandej gjatë ditës, kështu premje, qepje, krejto gjonat çka janë. Është një profesion thjesht që të mëson edhe mrena në profesion, po edhe njëtën tonë personale, se të ndihmon qysh me shku për para, që qysh mi kalu sfida, se thjesht kjo profesion është çdo ditë një sfidë, do çdo ditë mu avansu në premje, qepje, modelim, çdo ditë dalin gjona të reja, do të thotë kur ky profesion nuk mësohet krejt komplet, po vetëm avansohesh, kështu që njëjtë si jeta, që çdo ditë vetëm kime shku sfida të ndryshme, kimu bu i mund kimi mësu ato. Nëse vazhdon mu marrë me këtë profesion, du të me pas shumë pasion edhe shumë durim, për me mujt me mrit diçka në këtë profesion, po është një profesion shumë i mirë, kështu që i kisha përësit kushdo që e dalë me vazhdu, së është shumë mirë.
Unë në shkollën e mesme kam të kryer të konfeksion, do të thotë rroba qepsis. Mandej kam kryer edhe një me shkruaj si trajnim, ka qenë 3 muaj orë përmes inti përpunësim ka bo një për mi aftësu. Mandej unë kum 3 muaj ka qenë kum vazhdu pak ma gjatë, mandej kum fillu jëm kyç, kom punu edhe në vene tjera. Edhe thjesht është një profesion që me një kohë të shkurt mund është më avansu në të, edhe është profitabil, pse jo. Hip-hopi është një përzierje e përsosur midis poezisë dhe boksit. Shkoj me një këngë tani, 24 orë në jetë. Njëzët e 3 ore, 59 minuta, ka dalë s'pungutna, dekës pitutna, me një qysh qill po futna, s'kom vak, jem rahat plutna, as nuk e gëzona, as nuk s'butna, s'pugzona, as pipi pishmën qa përru e ku përshkoj, veç që mule po observoj, botës rreth me e nisit, pëja shëj e pëkqyri, kem ragjin, barelin, dalla vergjin, rancin e t'keqin e dreqin, po thëm karam për hevën komun, kur gjusën dreqin, veç jem hell, pare t'lej, lutjet ka zoti lej, se nalt për të villin e sakic, e të shtim me punu me kolic, ty që ki buko gjetnare pa sakrific, qy që pi mërgjim për budallicun, veç po marr informata cakta, se nalt s'ki intervenca, nuk i ki tyr të hapta, nalt nuk e ki kusherinin, nalt po ta qeshin, po ta shtishin, flokën po ta klyshin kongën, e kalle qitja timin, këtë qimin e nonës, atë korin e verës, këtë rivin e zomës, Qetit ka me n'grip të të timit, ja ka me t'shkrit dilli verës, ja dhesh ka me du qinona me disë pran verës, ta shiem se s'kom fakta sa manet, as një cent gjet, e lemon sef. Në kuadrë të shkollës së mesme të lartë profesionale, Shtefan Xheçovi, funksionojnë shumë drejtime. Post tjerash, kemi edhe drejtimin e tekstilit, ku në kuadrë të degës së tekstilit funksionojnë 2 profile arsimore, profili arsimor i konfeksionerit dhe i rrobaçepsve. Gjithsejt në shkollën tonë kemi 7 paralele, të cilat janë të shtrira në prej klasës 10, 11 dhe 12. Në klasën e 10 kemi 3 paralele, klasën e 11 kemi 2, ndërsa të 12 që kemi 2 klasë.
Gjithsej, numri i përgjithshëm i nxënësve që vijojnë mësimin e shkollën profesionale në drejtimin e dizajnit të modës, domethënë ku të gjitha janë të përfshira në këtë fushë, janë gjithsej 180 dikun deri 190 aty sillet numri mesatar i vjuzve. Ku përmes këtyre përfitimet ose beneficionet e një arsimi formal janë të spektrit të gjëra, po që se organizohet një arsimim i mirëfillt, ku përpas pjesës teorike, ku ka mundësi do të thotë të mësohet edhe pjesa teorike, po që se organizohet edhe pjesa praktike, atëherë besoj që përfitimet dhe beneficionet do të jenë të shumë anshme. Për arsye se kanë mundësi dhe më tha që gjatë shkollimit të rinjt të përvecojnë edhe pjesën e realizimit praktik dhe më tha të aktiviteteve për çka janë të përcaktuar. Sa i përket procesit e aplikimit të rinjve, është një konkurs i cili shpallet nga ana Ministrisë së Arsimit, ku kanë drejt të gjithë, do të thonë, të rinjt të cilët përfundojnë shkollimin fillor, kanë drejt të aplikojnë dhe në bazë të kriterëve dhe rrethonave që kërkohen nga profilet përkatëse, ata e fitojnë edhe drejtën për regjistrim. Do të thonë, kemi një lloj testimi, një lloj klasifikimi, do të thonë në bazë të pikëve, janë të përcaktuara, do të thonë pikët e shkollimit fillor, pikët e testit, edhe njëkohësisht nëse ka konkurrencë të madhe ka mundësi më organizu edhe ndaj testim i mbrëmshëm i organizuar domethënë prej shkollave profesionale. Kohëzgjatja e këtij drejtimi është 3 vjeçare, e cila është e shkallëzuar në 2 nivele, nivelin e parë, e cila përfshin klasën e 10 dhe 11, dhe nivelin e dytë, e cila përfshin klasën e 12. Pas përfundimit të klasës së 11, nxënësit përfitojnë një certifikim si punëtor gjysmë i kualifikuar, ndërsa me vazhdimin këta kanë të drejtë të vazhdojnë edhe klasën e 12, mas përfundimit të klasës 12 marrin titullin si punëtor i kualifikuar. Të diplomuarit e kësaj fushë kanë mundësi me gjetë veten në punësim, për arsye se gjatë shkollimit 3 vjeçar në shkollën tonë, vrenjë edhe vetë që vetë ambienti po krijon një imazh që kemi mundësi me kriju të mira për nxënësit, t'ju ofrojnë çështje në edukimin edhe teorik, mirë po edhe në edukimin praktik. Ja krijon ato mundësi që ata të kenë më lehtë punësimin në për pozicionet e ndryshme prodhuese. Njëkohësisht, në shkollën tonë, mbas përfundimit të nivelit të parë, mbas përfundimit të klasës 11, ju jepet drejta nxënësve që klasën e 12 ta vijojnë mësimin praktik edhe në për biznese të tjera jashtë shkollës. Klasën e 10 dhe 11 mësimi praktik organizohet në shkollë, ndërsa klasën e 12 ata drejt për drejti i qasën pozicioneve praktike, ku janë të orientuar në për biznese. Kërkesat janë të mëdha për shkak që interesi i publik është jashtëzakonisht i madh për prodhimin e veshjeve. Për arsye se në bazë të dhanave që kemi më herët në Kosovë përpara ka ekzistuar një industri jashtëzakonisht e zhvilluar e tekstilit dhe ka pas një numër rreth 50.000 të punësuar në këtë fushë. Tani mbas lufte gjithçka ka qenë e shukur, mirë po gradualisht njerëzit kanë filluar, janë vetëdijsuar edhe janë të orientuar të hapin biznese, punëtori të vogla prodhuese me një kapacitet 20-30 punëtorësh, ku kërkesat për punëtor janë jashtëzakonisht të mëdha. Unë zakonisht jam në kontakte me prodhues vendorë që kanë të bëjnë me prodhimin e veshjeve dhe në të shumtën e rasteve nxënësit të cilët tregojnë të suksesshëm në arsimim profesional i orientoj dhe kanë punësimin e sigurt e kanë. Ka ofruar bursas, nuk e di, kjo tenani nuk është ka funksionon, a e mirat mirës kishte me qenë që ndërmarrjet e cilat mendojnë me vazhdu aktivitetin në këtë drejtim, është mirë që të kontaktojnë me shkollat edhe t'ju mundsojnë trive, t'i zgjojnë për i gjumit edhe t'ja ofrojnë mundësi e bursimit të tyre në mënyrë që mas përfundimit të orientohen dhe t'i kenë si kuadra për punësim.
Faleminderit që ishit me ne sot dhe shihemi herën tjetër.